Proces në gjykat isha i thritur si dëshmitar dhe si kallëzues për dosjen e korrupsionit 5D, dosjen famoze të 5 drejtorëve. Para gjykatës jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorëve që sot janë në burgun e Fierit, jam pyetur nga gjykata dhe nga prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes, kam dhënë përgjigjet e mia shtruese në raport me informacionet që kam patur, kallëzimin, përpilimin e kallëzimit, depozitimin e tij. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, është kaluar edhe deri diku në ridikulim të situatës dhe të zgjedhjeve të vitit 2023, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës, por sigurisht avokatërve mbrojtës me që kjo pyetje ishte një çështje që nuk është në themel të diskutimit brenda sallës gjyqit, po ja jap përgjigjen këtu, më mirë këtu ku jam unë sot, sesa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabit i elektoral 5D, me që kishin hallin e rezultatit të 14 majit vitit 2023. Jam pyetur për praktikat korruptive që kam denoncuar, jam pyetur për burimin e informacionit, jam pyetur për teknikalitetet që kanë të bëjnë me çështjen. Në thelb, sigurisht, është bërë sërish e njohur nga gjykata fakti që kallëzimi i nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme është bashkuar me kallëzimin e depozituar nga ana ime në datën 9 maj të vitit 2023, 5 ditë para datës së zgjedhjeve, dhe më pas jam pyetur për të gjitha informacionet dhe indicjet që unë kam patur me këtë çështje. Sigurisht, përgjigjet e mia kanë qenë drejtuar gjykatës me shumë etik dhe shtruese për aq informacione sa unë disponoj. U tha dhe më vjen mirë që ju e riktheni këtë pyetje në vëmendje. Sigurisht unë u pyeta edhe për faktin që me që tashmë i pandehuri Redi Molla nuk mundet t'ia u vjedh më zgjedhjet, pra duke pohuar këtë ekzistencën e këtij fakti, u pyeta nëse do të garoj sërish. Për sa i përket planeve të mia politike dhe ambicieve të mia politike, nuk besoj se ka qenë salla e gjyqit ajo që vendos apo ka ndonjë interes të veçantë në gjykatën e posaçme. Kështu që për sa i përket Bashkisë Tiranë, unë kam patur dhe një qendrim publik në 2 ditët e fundit. Betejë ime politike dhe individuale me ish-kreun e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, tashmë konsiderohet nga ana ime një kapitull i mbyllur. Por betejë ime politike me modelin Erion Veliaj, që sot është në çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe në çdo dikaster të rëndësishëm të vendit, sigurisht vijon dhe do të vijojë deri në fund. Zoti Këlli, që ju keni akuzuar gjatë daljeve tuaja publike dhe zyrtar të tjerë të Bashkisë së Tiranës dhe po ashtu i keni denoncuar zyrtarisht edhe në SPAK. A keni marrë informacion nga prokuroria e posaçme se në çfarë faze ndodhen hetimet për këta zyrtar të tjerë të cilët ende nuk janë prekur nga institucioni i akuzës? Zonja Lala, unë ju falenderoj shumë për pyetjen, sepse kjo është një pyetje me shumë interes edhe për opinionin publik, sepse edhe unë shpesh pyetem për këtë çështje. Jam pyetur dhe në sallën e gjyqit për dokumenta të tjera që unë kam disponuar. Sigurisht, të gjithë informacionin që unë kam disponuar deri në datën 9 maj, kur unë kam depozituar zyrtarisht kallëzimin pranë prokurorisë posaçme, unë e kam depozituar më pas për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga prokuroria e posaçme, për shkak të informacioneve apo denoncimeve të bëra publike në media. Unë jam njohur me rrethana të tjera, me afera të tjera korruptive, me ndikim të palishëm të kryer nga zyrtar të tjerë të Bashkisë Tiranë, të cilat i kam formalizuar në një sër dokumentash zyrtare, informacion mbi fakte të rënda penale, të cilat unë i kam adresuar të gjitha pranë prokurorisë posaçme. Sot që ne flasim, unë nuk kam një informacion zyrtar nga ana e organit akuzës për statusin e këtyre materialeve depozituara nga ana ime, por të gjithë informacionin që unë kam marrë, qoftë në burimet hapura, me anë burimeve të hapura, qoftë nga takimet ndryshme në qytetin e Tiranës, qoftë nga dosja, nga studimi i dosjes hetimore të kryer nga prokurorët e SPAK-ut për rastin e 5D-s, unë jo vetëm që i kam bërë publike, po të gjitha ato që kam menduar që përbëjnë interes publik dhe kanë të bëjnë me afera korruptive, sërish i kam formalizuar, i kam shkruar dhe i kam depozituar pranë organit të prokurorisë posaçme. Po patjetër pa diskutim sistemin që garanton karrierë të rreme, siç ishte karriera apo miti i pandëshkueshmërisë dhe i të pamposhurit që ishte Erion Veliaj, këtë sistem e mban në këmbë Edi Rama. Dhe sigurisht Edi Rama është kali ynë i betejës dhe ai është personi që e ka ngritur në themel këtë sistem korruptiv
në Republikën e Shqipërisë. Betejë jonë pa diskutim është me Edi Ramën dhe me çdo ministër tjetër, duke nisur nga zëvendëskryeministra Belinda Balluku dhe ministra e infrastrukturës dhe me çdo titullar apo zyrtar tjetër, qofshin këta dhe krerët e bashkive të ndryshme të vendit, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive. Pra kjo betejë vijon me modelin Veliaj të instaluar në mënyrë kapilare qoftë në pushtetin qendror apo në pushtetin lokal. A keni dokumente për të provuar këto dhe a do të depozitoni në SPAK? Sot që ne flasim, të gjitha dokumentet që janë disponuar nga ana e Partisë Demokratike janë të depozituara në SPAK për të gjithë zyrtarët që ne kemi marrë informacion. Në momentin e parë që do të ndeshemi dhe do të hasemi me informacione të rëndësishme, me materiale të rëndësishme apo dokumenta të rëndësishme që implikojnë zyrtar të Republikës Shqipërisë, përveç se është detyrë politike dhe detyrë e opozitës për t'i denoncuar dhe për t'i çuar në organet e akuzës të gjitha këto informacione, mbi të gjitha është dhe detyrë qytetare që në momentin që njihesh me një aferë korruptive ta bësh publike në mbrojtje të interesit publik dhe të financave publike të vendit. Faleminderit ju.